Dashuria lind virtytin. Me shumë vendosmëri dhe ti jesh i dashur me personin e zemrës. Tregon maturi e bindje të thellë për të. Çdo kush mendon variantin e përshtatshëm në këtë jetë pa konflikte, e trajtuar në bisedime që mund të jenë të kënaqshme për të dy. Një rrugë e cila tregon pendes mundimi për të ecur aty, por pa e gjetur se ku të çon, të vënë në vështirësi të shumëfishtë. Aty kalon ai që beson pikërisht, ai që përpiqet të shtojë harmoninë e dashurinë, të kuptoj një vështirësi dhe ta shoh si një gjë të parëndësishme, një konflikt që bëhet aq papritur në familje. Ka të bëjë shumë arsyetimi të dyve në qoftë se zbije në një pikë synim. Atëherë, dërgon aty zjarrin e greminës së vlerësimit. Thyhet dashuria. Gjithçka e një jete që kishin planifikuar, e krijuar aq bot dashse, kur do të kishin lumturinë e ndriçimin, për të jetuar me thelbin e një dashurie të qetë. Qetësia dhe plani një ritmi, të besuar por dhe virtyti i lexuar në shpirtin e gjithë secilit, mund ta thyejë turbimin e një konflikti të pafilluar. E rëndësishme mbetet ajo, thelbësorja, komunikimi që i fal çdo ditë njeriut, dhe sfidimi i shumë pakënaqësive që lindin në familje për gjëra aq të pakta, të cilat shkaktohen papritur.